nuk besoj se është çështje moshe. Thjesht është çështje ndjesie, kur shikon që në komunitetin që ti jeton përreth ka shumë problematika të cilat duhen zgjidhur dhe shteti nuk e mundson këtë, të lind një ndjenjë që ti mund të jesh i aftë. E ndjen si detyrim? Po, si detyrim moral. Si detyrim ndaj vendit tënd? Po. Po, okay, pse me Arlind Qorin? Sepse domethënë brenda vetes tënde ti e di që pavarësisht çdo lloj rezultati jemi me këmbë në tokë. Nuk është se forcat e reja, fatkeqësisht e them këtë, do të vinë më njëherë në pushtet. Dhe ne nuk e pretendojmë atë që të jemi më njëherë në pushtet. Pra, se ke zgjedhur një rrugë të gjatë, pse nuk zgjodhe një rrugë të shkurtër si çdo bashkëpunëtar i yti që është bashkuar me PS-n, me PD-n? Vërtet kam zgjedhur një rrugë të gjatë, por mendoj që është rruga e gjatë, por dhe më e ndershme nga të gjitha partitë e tjera, si të reja, si të vjetra. Si hyre tek Arlind Qori, tek Lëvizja Bashk? Thjesht duke parë Arlindin nëpër rrjetet sociale, Lëvizjen Bashk, aktivistët e tjerë, të cilët ishin aty për kauzat që i ndodhin shqiptarëve, ngrinin çështjet, protestat, fillova u angazhova nëpër protesta. Dhe si të pritën aty? Jashtëzakonisht shumë mirë. Po pse çfarë të pëlqen te Arlind Qori si lider? Sepse është një njeri i ndershëm, guximtar, nuk ka frikë ta thojë atë që mendon dhe të drejtën. Po tani se është abuzuar pak me këtë i ndershëm, ai nuk është provuar. Se do ta kem Arlindin në studio dhe do ja bëj dhe atij këtë pyetje sepse sikurse ja kanë bërë gjithë dhe nga radhët e të rinjve, nuk janë të provuar akoma, duhet provohesh në pushtet që pastaj Arlindi ka 12 vite që merret në aktivizëm. Ngre çështjet e pensioneve, bën protesta, aktivitete të shumta të lidhura me problematikat e shoqërisë dhe të jesh 12 vite aty mes qytetarëve, mes njerëzve për hallet e tyre nuk është e pakët. Dhe sidomos pas një përfitim 12 vite, sepse Lëvizja Bashk si parti 2 vite po bën që është krijuar. Dhe kjo më bëri që të mendoj që Arlindi është një njeri shumë i ndershëm dhe shumë i drejtë. Ka bashkëpunëtar të tut aty? Po, ka shumë. Njëjtë si ty mendojnë? Të gjithë. Kjo gjë i ka bërë që të afrohen Televizja Bashk. Po të kandidosh kaq herët për deputet. Domethënë ti je deputet 20 vjeç po themi? Nuk është shumë herët? Apo krahasuar me këta që kemi thuaj është çdo opsion tjetër më mirë? Normal që është më mirë. Shqipërisë duhet një mendim i ri, një ndryshim. Duhet të lindi një e re. Si e bëni fushatën me Arlind Qorin? Si e keni atë rutinën e fushatës? Takime der më der, sepse Arlindi ka thënë shpesh që nuk kemi dhe financa, lëvizim me biçikletë. Fushata jonë është der më der, dorë më dorë. Që ne jemi çdo ditë në treg, çdo ditë në përlagje, duke takuar qytetarët, duke i përshëndetur, duke u prezantuar përballë pikat tona të programit, një me një qytetarëve. Çfarë u thon? Se në fillim gjithë thonë nuk ja prishin qefin në rrugë askujt nga forcat politike kur i takojnë. Normal, por ne kuptojmë tek qasja atyre ndaj nesh. Ata ndaj partive tjera kanë një zhgënjim shumë të madh. Kjo gjë duket edhe që tek sytë e tyre. Kur na shikojnë, shikojnë të rinj. Çfarë kanë më shumë ti që ju ankohen ju? Domethënë ti si i ri, çfarë hallesh ke thithur nga ky popull gjatë fushatës, më shumë ti? Se ti ndoshta nuk i njeh gjitha hallet sepse mosha nuk e kaluar ende që ti përjetosh vetë ndoshta shumë probleme në këtë vend. Hallin më të madh e kanë pensionistët, të cilët kanë ngelur vetëm, marrin një pension qesharak. Ata aty e ndjej më shumë që kanë vështirësinë të jetuar. Tjetër apo ka 1001 thuaj? Nuk mbarojnë. Okay. Nuk mbarojnë. Si ka ardhur, domethënë, që nga momenti që e bashkuar me Lëvizjen Bashk, si ka ardhur antarësia, duke u rritur? Antarësia keni një antarësi të madhe se shumë të nuk para dukeni në media se vetëm kryetari del më së shumti. Ose të paktën Arlind Qori e Redi Muçi, ta janë të dy që dalin më shumë.
aq media sa e ftojnë Arlindin normal që vetëm ata dy të dalin. Censurojnë mediat. Ndërkohë nga pikat e programit, cila është ajo pjesë që të bën më entuziast, që me zi pret, që nëse votoheni, ta vini në zbatim, pse të pëlqen programi i Arlind Qorit? Mua më pëlqen më shumë pika e bujqësisë. Mbase nga që dhe vi nga një zonë të cilat qytetarët merren shumë me bujqësi. Po, e vërtet. Dhe është një nga pikat që mua më pëlqen më shumë, sepse Qarku Fierit ka disa kandidat, ka disa deputet që kanë nxjerrë herën e fundit. Dhe kur ndodh një protest për çmimet që i ngel produkti pa shitur, nuk shikojmë asnjë nga ata deputet që janë aty. Asnjë reagim. Asnjë lloj reagimi. Sa produkte janë hedhur në rrugë në formë protestash, po, e vërtet është nga fermerët. Dhe sado që jemi dhe prag votimesh, kur që protesta fundit për çmimet e produkteve, nuk kishte asnjë politikan aty që t'i mbështeste fermerët. Ishin krejtësisht në harres. Si po e menaxhoni fushatën për nga financat? Si ja dilni për shembull? Apo nuk është se shpenzoni shumë? Nuk besoj që ne të kemi ndonjë kosto të madhe për ta harxuar. Ne jemi gjithë ditën në rrugë, në këmbë, dhe kur lëvizim sa në një vend kemi vetëm një makinë ose vullnetarët e tjerë që kanë makinat personale. Ti si i ri, si një 20 vjeçar, çfarë mendimi ke ti për këtë kast politike që kemi ne, për këtë establishment të mbi 3 dekadave? Ne kemi një establishment të kalbur, të cilët janë në 34 vite janë sërish të njëjtat fytyra, vetëm sa ndryshojnë në rolin e tyre në politikë, sa me një parti, ose janë 2 partitë e mëdhaja, të cilat pejnë sigur debatojnë aty me njëri tjetër, po në fund asnjëri nuk është pranë qytetarëve. Po, ti e vetëdijshëm që Arlind Qori, për shembull, Lëvizja Bashk kanë një qasje shumë të majtë, apo jo? Po. Apo kjo nuk, domethënë, a bie ndesh me bindjet e tua? Si e kishe ti, apo ti nuk merresh fare me bindje dhe shikon liderin, nuk shikoj fare bindjen. Unë vi nga një familje me bindje të djathtë. Por nuk e shikoj fare bindjen. Unë shikoj ndeshmërinë e njerëzve, aktivitetin e tyre midis qytetarëve. Kjo më bën të afrohem më shumë, nuk më bën të afrohem më shumë bindja. Sepse thash, jam rritur me një bindje të djathtë shumë të fortë, dhe kam kaluar një parti të majtë. Nuk besoj se është bindja çështja kryesore. Po, pse nuk zgjodhe ti për shembull një nga forcat e mëdha për të shpërblyer më shpejt? Kjo është një rrugë që nuk është këtu dallon. Sepse e ka malli se ka shumë të rinj që nisin kështu me shumë vrull të madh me forcat e reja, po sa kalojnë zgjedhjet që nuk marrin rezultatin që presim, po themi, dorëzohen, demoralizohen, mbaron një flusk sapuni edhe Lëvizja Bashk nuk do të jetë. Lëvizja Bashk sado dhe në qoftë se dhe jam i sigurt që do të çoj kandidat në parlament, sërish kandidatët do të jenë një këmbë në parlament dhe një këmbë mes njerëzve. Sepse ne nuk po vuajmë për ata vende në parlament. Ne po vuajmë që të kemi zë dhe në parlament që të ngrem akoma më shumë, të dëgjojmë akoma më shumë.